Kryeministri çeli sezonin turistik veror nga Ajmara. Rama hoqi spaletat e fushatës mbrëmjen e së shtunës. Nuk kuptoi se jo rastësisht kishte zgjedhur këtë bashki politikisht sismike vitet e fundit për të bërë çeljen. U zhvesha e hoqa kapelen se këtu është hapja e sezonit, nuk është fushata elektorale. Që kur Vangjeli ka ardhur në krye të Bashkisë së Ajmarës, edhe mua më ka rënë shpirti në një farë rehati, aq sa mund të më bjerë shpirti mua, pasi është një shtyllë shumë e fortë këtu. Gjëja më e mirë që ka ndodhur këtu në këtë territor është që ka rënë një qetësi dhe ndihet një energji pozitive. Rama tha se Ajmara ka ende shumë problematika, por premtoi se me mbylljen e fushatës do të ketë vëmendjen për investimet. Mbaroj edhe fushata elektorale dhe të fokusohemi përsëri tek punët që duhet vazhdojmë në këtë territor. Kemi përmbyllur një pjesë të konsiderueshme të çështjeve të pronësisë mbi shtëpitë e vjetra dhe nga ana tjetër të shtym përpara për investime që të sjellin cilësi, kështu që do të bëjmë një gjë spektakolare aty te territori i stadiumit me parking nën toksor. Rama nuk ka komplekse, ta shpreh edhe në greqisht dashurin për Elenët, por sagapoja e tij vlen vetëm për një Vangjel, për tjetrin ka një fjalë tjetër. Për kë mo? Ha? Për kë tha? Kë Vangjel mo? Për çfarë Vangjel mo? Nëse duan një më të zgjuar se veten, ja ku e kanë. Nëse duan pastaj një çyryk që ketë rrypin e pantallonën e Vangjel Dules, e din vetë pasaj. Në çeljen e sezonit në Ajmar, i ftuar special ishte edhe kryetari i Bashkisë Korfuz, që me vete kishte sjell bandën muzikore të Ishullit Fqinj. Rama nuk nguroi të bëjë një batut me zyrtarin grek. Deri këtu jam unë, se di dhe një sagapo, po më duket se s'duhet ta them ty se nuk shkon. Më duket, kështu që unë s'po shkoj deri ke sagapoja, po sagapo Poli Korfu. Athina, Korfu, the king. Athina, prince.